Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV, me mua Tirona Lilin, për të komentuar në fakt një lajm që ka ngritur një vëmendje të jashtëzakonshme, Egli Tako edhe Gjesti. Edhe pse Big Brother i ka përfunduar, edhe pse marrëdhënia e tyre fatkeqësisht mori fund, do me thënë nuk arritën dot që të gjejnë veten tek njëri tjetri, edhe pse ishin një çift fantastik, unë në fakt i kam dashur tepër dhe gjithmonë kam dashur që të jenë bashkë. Egli përsëri u tregua shumë e afërt, përsëri u tregua shumë fisnike dhe në momentet më të vështira të jetës së Gjestit ka qenë pranë tij, por e respektoj pafund edhe vendimin e Gjestit, i cili në të gjitha daljet e tij skenike dhe në të gjitha daljet në intervista që në fakt kanë qenë të pakta, nuk ka provokuar dhe nuk e ka gjuajtur në tokë emrin e Eglit, gjë në fakt e cila ka krijuar një vëmendje të jashtëzakonshme te publiku. Por së fundmi ca tituj kanë ngritur kurreshtje tek publiku shqiptar dhe personalisht më kanë shkruar Tiron si e shikon këtë titull, mos ka gjë tek Egli dhe tek Gjesti, për shembull duke shkruar Egli Tako tregon çfarë ka humbur Gjesti. Lajmi brenda tani është kështu. Këngëtarja shqiptare Egli Tako u bë e njohur për publikun dhe përmes pjesëmarrjes në Big Brother VIP Albania, ku krijoi edhe një lidhje me Gjestin. Megjithatë, romanca e tyre nuk është se pati vazhdim. Së fundmi Egli ka publikuar fotografi ku shfaqet në formë të mirë fizike, do të thënë flitet për fotografitë 2 ditë më herët që publikoi Egli, duke vënë në pa linjat e saj trupore. Postimet e saj kanë ndërhequr vëmendjen. Me paraqitjen e fundit, këngëtarja vazhdon të jetë aktive në rrjetet sociale duke ndarë me ndjekësit momente nga përditshmëria dhe angazhimet e saj. Do me thënë, titujt janë bombastik. Tani, Egli dhe Gjesti i kanë ndarë më rrugët e tyre. Gjesti vazhdon të jetë i suksesshëm jashtëzakonisht shumë në profesionin e tij, në sferën e tij muzikore, do me thënë pati një rikthim dinjitos, një rikthim që të gjithë e kemi pritur, por nuk e kemi besuar që do t'ishte ashtu, dhe Egli Tako, një nga artistet më të dashura të publiku, do me thonë po punon me një intensitet goxha të lartë që të vi sa më bukur te publiku dhe të vi sa më e veçantë tek publiku shqiptar. Do me thënë, Egli është duke punuar për këtë pikën. Nuk shoh në fakt asnjë dritë të gjelbërt tek Egli dhe tek Gjesti, nuk shoh as pak dritë të gjelbërt për raportin e tyre. Muaj më parë, do me thënë, u dyshua një tip dore që mund të ishte një dorë e Eglit para se Gjesti të sillte këngë, do me thënë ju dha komplet fokusi Gjestit, por nga informacione që kam unë, marrëdhëniet janë të mbyllura dhe nuk ka asnjë gjë konkrete mes Eglit edhe mes Gjestit. Do me thënë, të gjitha këto tituj që bëhen kaq bombastik janë thjesht tërheqje vëmendje.